Unaza. Askush nuk I kushtoi vëmendje kamarieres së re, kur ajo ju afrua tavolinës pranë dritares. Restoranti ishte I mbushur me njerëz që flisnin me zë të ulët, gota që përplaseshin lehtë dhe muzikë pianoje që rëshiste në ajër si një sekret I bukur. Ajo ecte me kujdes, me shpinën drejt, me tabakan në dorën e majt dhe me një buzëqeshje të mësuar përmendësh. Atë buzëqeshje që të bën të dukesh I sigurt edhe kur brenda ndihesh I padukshëm. Burri që ishte ulur vetëm, me kostum të errët dhe orë që shkëlqente butë në ndrit, ishte një nga klientët më të heshtur. Flokët e thinjur I kishte të krehura me përpikëri dhe syti qëndronin herë pas here mbi gotën e verës, herë mbi qytetin që shtrihej përtej xhamit. Ai nuk fliste me askënd, as me kamerierët e tjerë, as me telefonin, duke I sikur kishte ardhur aty jo për të ngrënë, por për të menduar. Kamarierja u ndal pranë tij. Urdhëroni zotëri, tha ajo me zë të butë, duke vendosur pjatën para tij. Ai ngriti syt për një çast dhe tundi kokën lehtë, një falënderim I heshtur. Ajo ishte gati të largohej, por diçka e ndaloi. Diçka e vogël, një shkëlqim I artë në gishtin e tij të djathtë. Unaza. Ishte vjetër, e trash, me një gurtë në mes, rrethuar nga gdhendjet e imta që nuk shiheshin shpesh në bijuteri moderne. Kamarierja e vështroi për një sekond më shumë se sa duhej. Zemra ju shtrëngua pa arsye të dukshme. Më falni, tha ajo papritur, duke harruar rregullat e profesionit. Unaza juaj është shumë e veçantë. Burri ngriti vetullat lehtë, I habitur, por jo I mërzitur. Faleminderit, u përgjigj ai. Është e vjetër. Ajo hezitoi. Mund të largohej. Duhej të largohej, por fjalët I dolën vet nga goja, si një rrëfim që kishte pritur vite për të dalë. Nëna ime ka një unaz si e jotja. Ai u ngrir, jo nga kurioziteti I zakonshëm, por nga diçka më e thellë. Dora e tij u ndal mbi gotë. Syt u ngulën fytyrës së saj, sikur për herë të parë po e shihte vërtet. Si e imja? Pyeti ngadalë. Po, tha ajo. E njëjta gdhendje, I njëjti gur. E mban gjithmonë në një kuti druri, sikur të ishte diçka e shenjtë. Më ka thënë se nuk duhet ta shes kurrë. As ta humbas, as ta vesh pa arsye. Heshtja që ra mes tyre ishte e rëndë. Muzika e pianos vazhdonte, por duke I larg, sikur dikush e kishte mbyllur derën e botës. Burri e hoqi ngadalë unazën nga gishti dhe vendosi mbi tavolinë. Gishti I tij mbeti I zbrazët, sikur diçka e rëndësishme ishte shkëputur prej tij. Si quhet nëna jote? Pyeti ai. Kamarierja u përkul pak përpara, e pavetëdijshme se po hynte në një territor që mund t'i ndryshonte jetën. Elira, u përgjigj ajo. Elira Dervishi. Ai e përsëriti emrin me zë të ulët, si një lutje e vjetër. Sa vjeç je? Vazhdoi ai. 24. Ai mbylli syt për një çast. Vetëm për një çast. Kur I hapi sërish, syti kishte të lagur, por zëri I mbeti I fortë. Ulu, tha ai duke treguar karrigen përballë. Të lutem, nuk më lejohet, filloi ajo. Do ta rregulloj unë, tha ai thjesht. Ajo u ul. Në atë moment, askush në restorant nuk e dinte se po shihte fillimin e një historie që ishte fshehur për dekada. Një historie që kishte kaluar nga duart e një gruaje të re, tek heshtja e një burri që kishte ndërtuar perandori, por kishte humbur diçka shumë më të madhe. Ka gjëra që nuk blihen me para, tha ai më në fund. Dhe ka gjëra që, edhe kur I humb, nuk të lën kurrë. Ajo e dëgjoi, pa e kuptuar ende se kë po kishte përballë. Nuk e dinte se ai ishte një nga njerëzit më të pasur në vend. Nuk e dinte për titujt, bizneset, revistat. Ajo shihte vetëm një burr që duke I lodhur dhe një unaz që lidhte dy jetë pa e ditur asnjëra. Nëna jote, tha ai duke marrë frymë thellë. Atë ka folur ndonjëherë për të atin tënd. Ajo uli sy. Jo, kur. Vetëm ka thënë se disa histori nuk tregohen për të mbrojtur fëmijët. Ai buzëqeshi me hidhërim. Ndoshta ka ardhur koha që ajo histori të tregohet. Kamarierja ndjeu një dridhje që I përshkoi trupin. Nuk ishte frikë. Ishte ndjesia se diçka e madhe po hapej para saj. Si një derë që kishte qenë mbyllur gjithë jetën. Kush jeni ju? Pyeti ajo më në fund. Ai e mori unazën dhe e mbajti fort në grusht. Dikush që ka bërë shumë gabime, tha ai. Dhe që sot, fal teje, mund të ketë një shans t'i përballet me to. Diku një kamerier tjetër thirri emrin e saj. Turni vazhdonte. Jeta e zakonshme po e kërkonte sërish. Por ajo e dinte, nga ai moment asgjë nuk do të ishte më e zakonshme. Emri që nuk u tha kurrë. Kamarierja u ngrit ngadalë nga karrigia,
si kur këmbët ishin bërë më të rënda se zakonisht. Zëri i kolegut që e thëriste nga fundi i sallës ju duki largët, i huaj. Ajo e pa burrin edhe një herë në sy, si për të siguruar se ajo bisedë nuk ishte thjesht një fantazi e çuditshme e një pasdite e të lodhshme. Duhet të kthehem në punë, tha ajo me ndrojtje. E kuptoj, u përgjigj ai. Por para se të ikësh, ai nxori një kartë nga xhepi i brendshëm i xhaketës dhe vendosi mbi tavolinë. Kur të mbarosh turnin, nëse dëshiron, më telefono. Ajo e mori kartën pa e parë mirë. Nuk donte. Kishte frikë nga ajo që mund të lexonte aty. Thjesht e futi në xhepin e përparses dhe u largua. Gjatë gjithë mbrëmjes, duart I dridheshin lehtë. Hite syt drejt tavolinës së tij her pas here. Ai nuk hëngri pothuajse asgjë. Vetëm rinte ulur, duke parë nga dritarja, sikur qyteti I fliste në një gjuhë që vetëm ai e kuptonte. Kur turni përfundoi dhe restoranti filloi të boshatisej, ajo pas se ai ishte ende aty. I njëjti pozicion, I njëjti mendim I thellë. Je gati? E pyeti ai kur ajo ju afrua. Ajo tundi kokën. Po. Ata dolën jashtë. Ajri I mbrëmjes ishte I freskët dhe dritat e rrugës pasqyroheshin në asfaltin e lagur. Një makinë zezë luksoze priste pranë trotuarit. Shoferi zbriti me një herë dhe hapi derën e pasme. Ajo u ndal. Nuk jam mësuar me, tha ajo duke treguar makinën. Asun nuk jam mësuar me shumë gjëra që kam, u përgjigja ai. Por sonte më beso. Ajo hipi. Makina u nis në heshtje. Për disa minuta asnjëri nuk foli. Ajo ndjente se çdo fjalë thënë do ta shtynte mëtej në një të vërtetë që nuk ishte e sigurt nëse donte ta dëgjonte. Emri im është Armand, tha ai më në fund. Armand Kodra. Ajo u shtang. Edhe pse nuk e ndiqte botën e biznesit. Edhe pse jeta e saj kishte qenë gjithmonë mes punës, shtëpisë dhe kujdesit për nënën. Ky emër ishte I pamundur të mos njihej. Gazetat, televizionet, historitë për miliarderin e heshtur që nuk shfaqej kurrë me familje. Ti e filloi ajo. Po, e ndërpreu ai. Ai. Ajo qeshi lehtë, një qeshur nervoze. Kjo po bëhet absurde, tha. Një kamarier dhe një miliarder që flasin për unaza të njëjta. Nuk është absurde, tha ai qetë. Është e frikshme. Sepse e di shumë mirë se çfarë do të thotë ajo unaz. Ai nxori nga xhepi një fotografi të vjetër, të verdh nga koha. I zgjati asaj. Në foto ishte një grua e re, me flokë të errët dhe sy të gjallë. Në gisht kishte të njëjtën unaz. Kjo është nëna jote, tha ai. Kur ishte 20 vjeçe. Ajo e shikoi foton, syt I mbushën me lot. Ku e keni marrë këtë? Pyeti me zë që I dridhej. Sepse ai ndaloi, mori frymthell. Sepse ajo ishte dashuria e jetës sime. Makina ndaloi përpara një ndërtese të madhe, elegante. Ata nuk zbritën. Ai thjesht vazhdoi të fliste, sikur muri I makinës ishte I vetmi vend ku mund të fshihej nga e kaluara. Isha I ri, I varfër, ambicioz deri në marrëzi. E lira besoi tek unë kur askush tjetër nuk besonte. Kur u detyrova të largohesha jashtë vendit për një shans pune, I premtova se do të kthehesha. Unaza ishte premtimi im. Ai shtrëngoi grushtin, por nuk u ktheva kurrë në kohë. Ajo e dëgjoi pa e ndërprer. Çdo fjalë e tij dukej se mbushte boshllëqet e një historie që nëna e saj e kishte lënë gjithmonë të hapur. Kur u ktheva, vazhdoi ai, ajo ishte zhdukur. Askush nuk më tha asgjë, dhe unë isha shumë I zënë duke ndërtuar perandorinë time për të kërkuar më fort. Ajo uli kokën. A e dini që ajo ju priti për vite? Tha ajo. Çdo ditë. Pastaj u dorëzua, por kur nuk foli keq për ju. Sytë e tij u mbushën me lot. Ajo ishte gjithmonë më e fortë se unë, tha. Një heshtje gjatë rames tyre. Pastaj ai e pa drejtë në sy. Nëse ajo unazësh e njëjtë, nëse ti e vajza e saj, atëherë ka shumë gjasa që ai nuk e përfundoi fjalinë. Ajo e përfundoi për të, me zë të ulët. Që ju të jeni babai im. Makina dukej sikur nuk merrte më frym. As ata. Nuk do të kërkoj asgjë, tha ai me një herë. Asnjëherë, asnjë pretendim. Dua vetëm një gjë, ta shoh lirën. Ti kërkoj falje, të di të vërtetën. Ajo e fshiu një lot që I rrëshiti në faqe. Nëna ime jeton në një apartament të vogël, tha. Nuk ka asgjë luksoze, vetëm heshtje dhe kujtime. Ai buzëqeshi me dhimbje. Atëherë ndoshta është koha t'i kthejmë diçka që I mungon prej vitesh. Ajo e dinte se duke thënë po hapte një derë që nuk mbyllej më. Nesër, tha ajo, nesër në mëngjes.
Ai tundi kokën me një mirënjohje që nuk ishte fjalë. Faleminderit, tha, për guximin. Kur ajo zbriti nga makina dhe u nis drejt shtëpisë së saj, kartë vizita ende i diqte në xhep. Emri i tij tani kishte peshë, jo si miliarder, por si një hije së shkuarës që po kërkonte dritë. Dhe diku në një kuti druri, një unas tjetër po priste të tregonte të gjithë historinë. Shtëpia e heshtjes. Mëngjesi erdhi më shpejt se që kishte menduar. Kamarierja tani e ndjente se ky emër nuk i përshtatej më, sikur jeta e saj po zhvishej nga etiketa e vjetër. U zgjua para alarmit. Drita e zbehtë e agimit hynte përmes perdesë së hollë dhe binte mbi murin ku vare një fotografi e vjetër. Ajo dhe nëna e saj, të dyja duke qeshur para shumë vitesh. Ishte një nga të paktat foto ku nëna duke i vërtet e lumtur. U ngrit në heshtje, u vesh thjesht dhe u afrua te dhoma e nënës. Dera ishte pak e hapur. Elira ishte zgjuar. Gjithmonë zgjohej herët, sikur trupi i saj nuk donte të flinte gjatë për të mos u përballur me ëndrat. Mëngjes, mami, tha ajo but. Elira u kthye dhe buzëqeshi lehtë. Mëngjes, zemra ime. U zgjove herët sot. Ajo ul pranë saj, duke ndjerë se çdo fjalë që do të thoshte do të kishte peshë. Duhet të flasim për diçka, tha. Elira e pa drejte në sy. Nuk u habi, sikur ta kishte pritur prej vitesh atë moment. Për unazën, pyeti ajo qetë. Ajo u shtang. E di që ke vënë re gjithmonë, vazhdoi Elira. E di edhe që një ditë do të pyesje më shumë. Ajo nxori nga komodina kutinë e vogël prej druri. Duart i dridheshin lehtë kur e hapi. Brenda, unaza shkëlqente njësoj si gjithmonë, e heshtur dhe e rënd. Mbrëm, tha vajza, takova dik. Një burr që mban të njëjtën unaz. Elira u zbe. Jo nga frika, nga njohja. Armand, pëshpëriti ajo. Emri ra në dhomë si një gotë që thyhet ngadalë. Po, tha vajza. Armand Kodra. Elira mbylli sy. Një lot i vetëm i rëshiti në përfaqe. Por ajo nuk u përpoq ta fshinte. E dija që një ditë do të ndodhte, tha ajo me zë të ulët. Asgjë nuk fshihet për gjithmonë. Ajo mori frym thellë dhe nisi të fliste, sikur po lexonte një letër që e kishte shkruar në zemër për dekada. Ishim të rinj, të varfër, të guximshëm. Ai kishte ëndra të mëdha, më të mëdha se ne të dy. Unë nuk kisha frikë. I dhash gjithçka që kisha, kohën, besimin, dashurinë. Kur u largua, më la unazën. Më tha se do të kthehej dhe se do të martoheshim. Zëri i saj u drodh. Pastaj kaluan muaj, pastaj vite. Dhe unë ajo ndaloj. Dhe unë zbulova se isha shtatzën. Vajza e ndjeu sikur zemra ju ndal për një sekond. Nuk i tregova askujt, vazhdoi Elira. As atij. Jo sepse nuk doja, por sepse nuk dija ku ishte. Dhe pastaj dëgjova lajme për suksesin e tij, për jetën e re që po ndërtonte. Mendova se një fëmijë nga e shkuara do t'ja shkatëronte gjithçka. Ajo u përkul përpara, duke ja kapur duart. Mami, pëshpëriti. E mbajta unazën si kujtim, tha Elira. Jo për pasurinë, për premtimin që nuk u mbajt, por që ishte i vërtet atëherë. Një trokitje e lehtë u dëgjua nga dera e apartamentit. Të dyja u kthyen. Zemra e vajzës rahu fort. Ai është këtu, apo jo? Pyeti Elira. Po, tha ajo. Nëse je gati. Elira u ngrit ngadalë. Nuk u duk si një grua e thyer. U duk si dikush që më në fund po përballej me të shkuarën. Hape derën, tha ajo. Le ta mbyllim këtë kapitull. Ose ta hapim sërish. Kur dera u hap, Armand qëndronte aty, pa kostum luksoz, pa roje. Pa asgjë që e dallonte nga një burr i zakonshëm. Vetëm me syt plot peshë dhe me unazën në dorë. Ata u pan për disa sekonda pa folur. Pastaj ai foli me zë të dridhur. Elira, më fal. Ajo nuk tha asgjë, vetëm e pa. Dhe për herë të parë pas shumë vitesh nuk ishte as zemërim as pritje. Vetëm të vërtetën. Hyr brenda, tha më në fund. Kemi shumë për të thënë. Vajza u tërhoq pak pas, duke i lënë ata të dy përballë. E kuptoi se ajo ishte ura mes dy botëve. Por edhe se ajo histori nuk ishte vetëm e tyre. Ishte edhe e saj. Dhe jashtë, qyteti vazhdonte jetën. Pa e ditur se brenda atij apartamenti të vogël, por i bëj një familje humbur. E vërteta që nuk blihet. Dhoma e vogël u mbush me një heshtje të rëndë sapo dera u mbyll pas Armandit. Ai qëndronte në këmbë, i pasigur se ku të vendoste duart, sikur çdo gjest i gabuar mund ta coptonte atë moment të brisht.
Elira u ul në koltukun e vjetër pranë dritares. Vajza qëndroi pak më anash, por syt I kishte të dy, si dëshmitare diçkaje që kishte munguar një jetë të tërë. U ula këtu shumë herë, tha Armand ngadalë, duke parë rreth e rrotull. Në ëndra. Gjithmonë mendoja se si do të dukej shtëpia jote, por nuk e mendoja kur kaq e thjesht. Elira buzëqeshi lehtë. Thjeshtësia të mban gjallë, tha ajo. Luksi vetëm të shpërqendron nga ajo që mungon. Ai uli kokën. Kam ardhur të kërkoj falje, tha. Jo si miliarder, jo si njeri I pushtetshëm, por si dikush që u largua dhe nuk u kthye. Elira e vështroi gjatë. Në sytë e saj nuk kishte më lot, vetëm qartësi. Falja nuk kërkohet me fjalë, Armand, tha ajo. Falja vjen kur e vërteta thuhet pa frikë. Ai nxori nga xhepi një zarf të trash dhe e vendosi mbi tavolinë. Këtu ka dokumente, tha. Test adnje. Avokat. Gjithçka që duhet për të provuar, për të rregulluar. Vajza ndjeu një therrje në kraharor. Elira nuk e preku zarfin. Nuk kam nevojë për letra për ta ditur të vërtetën, tha ajo. Dhe nuk kam nevojë për para për ta ndjerë peshën e gabimeve. Armand ngriti sy. Po ajo, pyeti ai duke treguar vajzën. Ajo meriton gjithçka. Një jetë pa mungesa. Vajza foli për herë të parë, me zë të qetë por të vendosur. Unë nuk kam jetuar keq, tha. Kam pasur një nënë që më ka dashur. Kjo nuk blihet. Ai e pa I prekur. E di, tha. Dhe pikërisht për këtë jam këtu. Nuk dua të blej asgjë. Dua vetëm të jem pjesë e jetës sate. Nëse ti e lejon. Një heshtje gjatë pasoi. Ora e vjetër në murtik takonte, sikur po numëronte sekondat e një vendimi që nuk kthehej mbrapsht. Ti ke ndërtuar një perandori, tha Elira më në fund. Por ke humbur një familje. Pyetja është, a je gati të ndërtosh diçka që nuk kontrollohet me kontrata? Armand u ul përballë saj. Kam kaluar jetën duke kontrolluar gjithçka, tha. Dhe kam humbur gjithçka që nuk duroj kontrollin. Nëse ka një shans qoftë edhe I vogël dua ta provoj. Elira u kthye nga vajza. Çfarë mendon ti? E pyeti. Vajza u ndje sikur gjithë jeta I kishte ardhur në majë të gjuhës. Kujtoi netët pa gjumë, pyetjet pa përgjigje, mungesën e një figure që nuk kishte emër, por edhe frikën se një baba I ri mund të shkatëronte balancën që kishte ndërtuar. Nuk dua një baba që shfaqet me dhurata, tha ajo. Dua një njeri që vjen edhe kur është e vështirë, edhe kur nuk ka kamera, edhe kur nuk ka asgjë për të fituar. Armand u ngrit dhe ju afrua. Nuk e preku, vetëm u ndal përballë saj. Atëherë tha, më jep një shans ta tregoj këtë. Elira u ngrit ngadalë dhe mori kutinë e drurit. Nxori unazën dhe vendosi pranë asaj që Armand kishte lënë mbi tavolinë. 2 unaza, të njëjta. 2 jetë të ndara nga koha. Këto unaza ishin një premtim, tha ajo. Një u mbaj, tjetra u humb. Tani janë sërish bashk. Si ne? Ajo ja zgjati dorën Armandit. Jo si dikur. Jo me dashurinë e verbër të rinisë, por me paqe. Mund të qëndrosh për kafe, tha ajo. Kaq për sot. Ai buzëqeshi I lehtësuar. Është më shumë se sa kam merituar, tha. Vajza I pa të dy. E kuptoi se kjo nuk ishte fundi, por fillimi një rruge të ngadaltë, të pasigurt, por të vërtetë. Dhe për herë të parë, fjala familje nuk I dukej më e huaj. Pasuria e vërtetë. Dita kaloi më qetë se që kishte pritur kushdo prej tyre. Kafeja u fton mbi tavolinë, por askush nuk u ankua. Nuk kishte nevojë për fjalë të mëdha. Prania ishte e mjaftueshme. Armand nuk shikonte orën. Për herë të parë pas shumë vitesh, nuk kishte asnjë takim më të rëndësishëm se ai moment. Do të iki tani, tha ai pas pak. Nuk dua ta lodh ditën tuaj. Elira tundi kokën. Është mirë kështu, tha. Gjërat e rëndësishme nuk duhen shtyr, por as nxituar. Ai u kthye nga vajza. A mund ndaloj? A mund të telefonoj? Jo si detyrim, vetëm kur të ndihesh gati. Ajo u mendua një çast, pastaj nxori telefonin dhe ja zgjati. Ruaje numrin tim, tha, por mos u zhduk sërish. Ai buzëqeshi lehtë. Këtë herë jo. Kur u largua, apartamenti dukej ndryshe. I njëjti mobilimi vjetër, të njëjtat mure, por ajri ishte më I lehtë. Elira u ul dhe mori frymthell. Mendova se kjo ditë nuk do të vinte kurrë, tha ajo. Dhe tani që erdhi nuk më trem. Vajza u ul pranë saj. Më fal që ta solla papritur, tha. Jo, u përgjigje Elira.
më solle të vërtetën. Dhe kjo është dhuratë. Ditët që pasuan nuk ishin për allore. Armand nuk u shfaq me makina luksoze apo premtime boshe. Ai telefononte, pyeste, dëgjonte. Her pas here vinte për vizitë, gjithmonë pa paralajmërim madhështor. Thjesht si njeri. Një të diel i ftoi për drek në një restorant të vogël. Jo atë luksos ku ishte takuar me vajzën për herë të parë. Elira u habi. Pse këtu? Pyeti ajo. Sepse këtu nuk jam ai, tha ai. Jam thjesht Armand. Vajza e vështroi dhe për herë të parë e pa jo si figurë mungese, por si njeri që po mësonte të ishte i pranishëm. Pas disa javësh, ai solli sërish zarfat. Kur të doni, tha. Jo për pasuri, për qartësi. Ajo e mori një prej tyre, por nuk e hapi. Ndoshta një ditë, tha. Jo sot. Ai e respektoi. Një mbrëmje, vajza e gjeti Elirën duke mbajtur në dorë dy unazat. Çfarë do të bësh me to? Pyeti. Elira buzëqeshi. Do t'i ruajmë, tha. Jo si kujtimi dhimbjes, por si dëshmi se e vërteta gjithmonë gjen rrugë. Vajza mendoi për jetën e saj, për ëndrat që kishte shtyr, për punën që e kishte mbajtur gjallë, por jo të plot. Ndoshta dua të studioj, tha një mbrëmje, të bëj diçka më shumë. Armand e pa, por nuk foli për para. Vetëm tha, çfarë do që të zgjedhësh, unë jam këtu. Jo për të vendosur, për të mbështetur. Ajo buzëqeshi. Ishte hera e parë që fjala baba nuk i duke e rrezikshme në mendje. Muaj më vonë, në një intervistë të shkurtër, dikush e pyeti Armand Kodrën. Çfarë është suksesi për ju? Ai u mendua një çast dhe tha, kam fituar shumë para, por pasuria e vërtet është kur nuk ke më nevojë të fshihesh nga e shkuara. Në një apartament të vogël, një nën, një vajzë dhe një burr që po mësonte të ishte baba, pinin kafe në heshtje. Dhe ajo heshtje ishte më e pasur se çdo miliard.